Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidentja e Komisionit Evropian apelon për të forcuar pavarësinë e BE-s. Në seancën plenare të Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen deklaron se që nga pandemia, kompanitë janë përballur me një seri të gjatë ndërprerjes të zinxhirit të furnizimit. Thirrja e saj është të vazhdojmë të shfrytëzojmë shkallën e tregut të vetëm për të lidhur marrëveshje të reja tregtare. Këtë vit kemi lidhur marrëveshje me Indinë, Australinë, Mercosurin dhe Zvicrën. Sot do të nisem për në Meksik për të finalizuar marrëveshjen tonë globale të modernizuar. Meksika është një furnizues kyç i disa lëndëve të para kritike, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian. Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendit t'i ofrohet një status i ri special si anëtare asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit, duke shtyrë për më vonë anëtarësimin e plot dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nisëm justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshirë një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Bielorusisë njoftoi fillimin e stërvitjeve ushtarake mbi përdorimin luftarak të armëve bërthamore dhe mbështetjen bërthamore në bashkëpunim me Rusinë. Në një deklaratë, ministria tha se stërvitja synon të rrisë gatishmërinë e forcave të armatosura bieloruse për të përdorur armë moderne. Qëllimi i stërvitjes është të përmirësojë stërvitjen e personelit, të testojë gatishmërinë e armëve, pajisjeve ushtarake dhe speciale për të kryer misione dhe të organizojë vendosjen luftarake nga zonat të paplanifikuara. Ministria shtoi se stërvitjet të zhvilluara së bashku me Rusinë përfshin praktikimin e dorëzimit të municioneve bërthamore dhe përgatitjen e tyre për përdorim. Paralajmërim për rrezik ajror në Lituani. Njerëzve u kërkua të strehohen teksa u pezullua trafiku në aeroportin e kryeqytetit për shkak të frikës nga dron që shkelen hapësirën ajrore. Strehoni në një vend të sigurt, kujdesuni për të afërmit tuaj, prisni rekomandime të reja, tha ushtria e Lituanisë në një mesazh dërguar banorëve të kryeqytetit. Paralajmërimi erdhi edhe për ndërtesën e parlamentit të Vilniusit. Qendra Kombëtare e Menaxhimit të Krizave e Lituanisë tha më parë se kishte lëshuar një alarm në përgjigje të një droni në Bielorusinë fqinje, që u pat duke fluturuar drejt Lituanisë. Një avion luftarak i NATO-s të marrë të rrëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi Estoninë, tha vendi baltik, i fundit në një seri shkeljesh të hapësirës ajrore në rajon me sulmeve të shpeshta Ukrainase ndaj Rusisë fqinje. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë për incidentet me dron që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Europës. Komentet erdhen pasi zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit baltik nga Ukraina për të nisur sulme me dron kundër Rusisë. Më herët shërbimi i inteligjencës së jashtme të Rusisë akuzoi Letoninë se po lejonte Ukrainën të niste sulme me dron nga territori i saj dhe paralajmëroi se anëtarësimin në NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pas takimit mes kreut shtëpisë të Bardhë Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping, Kina ka konfirmuar se do të blejë 200 avion Boeing. Sipas marrëveshjes, SBA do të sigurojnë Kinës garanci furnizimi për pjesë dhe komponentë të motorëve të avionëve, tha Ministria e Tregtisë e Kinës. Të dyja palët do të punojnë gjithashtu drejt një zgjatjeje të armëpushimit të tarifave, për të cilin ranë dakord në tetor dhe do të kërkojnë ulje të tarifave prej $30 miliardë ose më shumë mallra secila, thuhet nga Ministria e Tregtisë e Kinës. Edhe Rusia konfirmon bashkëpunimin me Kinën. Gjatë takimit të tij me homologun kinez Xi Jinping, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë arritur në nivel të paparë. Xi Jinping vazhdon ta quajë Putinin një mik të vjetër dhe i përshkruan lidhjet mes dy shteteve si të palëkundura, por shmang retorikën e fortë politike. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, Kina mbetet partnerja më e rëndësishme për Rusinë, duke pasur avantazh ekonomik dhe ndikim diplomatik për të diktuar tonin dhe kushtet e marrëdhënies mes dy fuqive. Irani pretendon se SBA-ja dështoi të rihap ngushticën e Ormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotëron
armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve të Iranit, ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangsiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se Irani është gati për të firmosur një marrëveshje. Presidenti Donald Trump në intervistë për revistën Fortune me Selin në New York komentoi mbi negociatat e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas intervistës, Trump gjithashtu e paraqiti udhëheqjen e Iranit si një rival kokfort biznesi. Në një kohë kur negociatat mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbeten të bllokuara, Teherani njoftoi se ka dërguar sërish propozimet e reja Washingtonit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Ismail Baghai, deklaroi për gazetarët se Irani përsolli qëndrimet e tij përmes ndërmjetësve në Pakistan. Përmbajtja e këtyre propozimeve nuk është bërë ende publike. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Washingtoni ka paraqitur një propozim të ri që përfshin kërkesat të mëtejshme ndaj Iranit, megjithatë palët mbeten thellësisht të ndara në qëndrimet e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigje të duhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigjet e duhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Më herët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregdetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.